Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët në takimin e radhës rreth shpjegimit, komentimit të haditheve të Imam Bukhariut. Jemi duke folur për kapitullin se filloi shpallja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jemi në hadithin e 7 të këtij kapitulli. Abdullah ibn Abbasi, Allahu e pasmëshiruar, tregon se Ebu Sufjani e ka informuar Ibn Abbasin për një ndodhi e cila i ka ndodhur me mbretin Bizantin Heraklion. Është një ngjarje historike, shumë interesante, jashtë zakonisht e rëndësishme, domethënëse, me plot mësime e këshilla. Tregim i cili ngjarje e cila tregon për profetësinë e pejgamberit Muhammed, për shenjat e sinqeritetit të tij. Tregon për largpamësinë e një mbreti të madh, një perandori të madh të asaj kohe. Tregon se si rrëdhën gjërat. Vërtet tregim mbraslenës. Po shkojmë hadithit një herë, rresht pas rreshti, fjalë për fjalë, e pastaj shohim edhe komentin rreth këtij hadithi. Andaj, pa humbur kohë, të fillojna me rrëfimin që na rrëfen Ebu Sufjani. Ebu Sufjani, ky sahabi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ebu Sufjani në kohën e ignorancës, gjahiljetit, ishte nga krerët me kas. Konsiderohej prej burrave të mëdhej të Mekës në atë kohë. Ishte po ashtu njeri i pasur, për më të pasërve të Mekës. Ishte njohur për udhëtimet e tij me karavane tregtare në Yemen dhe në Sham apo në Palestinë. I njehte mirë zonat e Shamit, Palestinës, e që në atë kohë ishin në perandorinë bizantine. Ebu Sufjani, pasi pejgamberi Muhammed u shpallë pejgamber, ishte për atyre që luftuan pejgamberin, e luftuan Islamin. Madje Ebu Sufjani ishte edhe komandant i ushtrisë pagane e dhejtare të Kureshitëve me Mekas, kundër pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në luftën e Uhudit dhe në luftën e Hendekut. Ebu Sufjani, anipse ishte baballak i pejgamberit, pejgamberi kishte vëllezën e tij për grua, por megjithatë ajo rrinte shumë pejgamberin, për hir të fesë, për hir të dinit. Deshë Zoti dhe Ebu Sufjani u bë musliman në vitin e 8 Hijri, natën e çlirimit të Mekës. U bë i mirë pastaj, pas u bë musliman. Pak kohë pas e u bë musliman, morri pjesë në luftën e Taifit
në Taif kundër një fisi pagan, tash si ushtari muslimanëve. Dhe ju vërbua njëri e humbi njërin sy. Vazhdoj të qëndroj krah pejgamberit alayhi salam deri në vdekje, po dhe pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Anë pse kishte vetëm një sy, vazhdoi të ishte ushtar i ushtrisë muslimane për përhapjen e fjalës së Allahut. Në luftën e Jarmukut kundër bizantinëve e humbi dhe syrin tjetër. Dhe në vitin 31 Hijri vdiq Ebu Sufjani diku në moshën 90 vjeçare. Ebu Sufjani ishte 10 vjet më i vjetër se pejgamberi alayhi salatu wassalam. Këtë ngjarje që tregon këtu Ebu Sufjani i ka ndodhur sa ka qenë jo musliman. I ka ndodhur ngjarja, por e tregon pas e bo musliman. Pra, Abdullah ibn Abbas i thot, me ka thonë Ebu Sufjani, me ka informuar, se mbreti i Herakli i kishte dërguar dikend pe Parisit tina, përderisa ky Ebu Sufjani ishte me një grup karavanësh tregtar në Sham. Thët, në kohën kur ishëm në armëpushim me Muhammedin, me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe nga paria vet, ju tha ma gjenin ndonjë arab, i cili është i fisit Muhammedit dhe ma sillni këtu. Ushtria e tij e kërkuan dhe hasën në këtë karavan tregtar, e që udhëheci karavanit ishte Ebu Sufjani. Andaj thanë marrë me neve të mreti, se mreti ju ka kërku juve. E për çka nuk e dina, ju ka kërku mreti. Dhe kjo për thot, dhe na thirrën neve dhe shkuam në qytetin e quajtur Ilia, e që është Qudsi, qyteti i Qudsit, Mesdul Aksaja. O quajtur Ilia në atë kohë, e që Ilia, për kuptimeve të sajna, i bie edhe shtëpia e Zotit, Bejtullah. Thot, hymrana në pallat, naftoj neve aty. Dhe në pallat ishim ledhur njerëz të mëdhej të pallatit, të mbretërisë, në pallat njerëz të mëdhej të mbretërisë romake. Pastaj na thirrën një përkthyes. Dhe na tha, unë përshkej radhaze, se që është në gjuhën arabe, në original hadithi, por përkthej me fjalët e mia. Për mes me thonë dy gjuhë të shkak kohët të ndëruar. Dhe na tha, cili prej jush është më i afërmi me atë njeri i cili pa pretendon se është pejgamber, pra me pejgamber Muhammedin. Ebu Sufjani thash, unë kam as më të afër me atë. Jam i afër familjes tina. Ma bëri. I tha përkthyesit, thuaj aty, afrom na nga të meje. Mbreti ulën atje, Ebu Sufjani me një grup tregtarësh që kanë qenë në pallat, edhe në ty dy anë e pallatit, paria e mbretit Herakli. Edhe ma bani ti që e paske që qenë ke me i afërmi i ati njeriu, që pretendon se është pejgamber, afrohu më afër. Ju tjetë rrini mrapa. Pastaj i tha përkthyesit tina, thuaj atyne arabe. I bëni dy rreshta. Ebu Sufjanin para, të tjetë mas tina. Thuaj atyne, une do ta pyes këtë njeri diçka. Do t'ja bëj këty disa pyetje. Nëse këm rran, ju bëmna me shaj që pa rran. Ebu Sufjani thot, pasha Allahun, po mos të shtë turpi, e friga se po përgjinështrojnë ata,
e marrë me rajt burri, pa rajt se këshelan për pejgamberin kur pyeti. Por burrnia nuk rajt, nuk mujta me rajt kur gjë. Krejt që kam pyeti, o dasht m'ja thonë sakt ashtu si që është. Të shkojmë të pyetjet të cilat e ja bëri ky mbret Herakliu Ebu Sufjanit. Pandëgjanit, i lutem, me vëmendje. Ebu Sufjani po thot. Pyetja e parë të cilën ma bëri ishte: Kejfe nasabuhu fikum? Si është origjina e tina? Çfarë familje përket ai? Cilës familje përket? Cilët rangu shoqëror? I thash, është një familjes autoritative. Pastaj ma bëri me të pyetjen tjetër. A ka dikush para tina që ka pretenduar të njëjtën që pretendon kë? Që po thotë pejgamber? Ebu Sufjani i thash, jo, nuk ka pas askush. Pyetja tjetër. A ka qenë dikush prej prindërve, gjyshërve të parëve tina mbret? Ebu Sufjani tha jo. S'ka pas asnjë prej gjyshërve, stërgjyshërve ti, me heret mbret. Pastaj tha, fa ashrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhu? Apo e pasojnë njerëzit fesnik të shtresës lartë, apo të shtresës solt njerëz të dopt? Ebu Sufjani ja ktheu, ata që pe pasojnë janë shtresës dopt, njerëz të thjesht. Pastaj tha, apo shtohet numri atyre që pe pasojnë, apo po paksohet? Ebu Sufjani tha, jo po shtohet numri tyne, po vjen duke u shtuar. Pastaj tha, pyetja tjetër, a ndodh që dikush të dalë prej feje nga dëshprimi i tij prej fesë tre që ka pranuar, pasi që ka hyrë fe? Ky i tha, jo. Kush hyn fe ti, nuk del më prej fesë tina. Pastaj tha pyetja tjetër, a e keni akuzuar më herët për gënjeshtar, para se më pretendu që është pejgamber? Ebu Sufjani tha, jo. Pastaj pyeti, a tradhton ndonjëherë? Ebu Sufjani tha, jo, nuk tradhton. Ani pse, tani këtë kohë ne jemi me te në armë pushim dhe nuk e di çfarë ka ndodhur. Ebu Sufjani thot, nuk mujta asnjë fjalë shtesë me fut askund, pas që të vend qëtu. Pastaj me pyetja radhës, a keni bërë luftë me te? I thash, po, kemi luftuar me te. Më tha, si ka qenë rezultati? I thash, herë kem fituar ne, herë ka fituar ai. Pastaj tha, mbreti, e pyeti, për çka i urdhëron ai njeri? Për çka i urdhëron? Këtë pyetje pja bën mbreti Herakli Ebu Sufjanit në prezencë të parisë tina. E për çka i urdhëron ky njeri, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ebu Sufjani tha, ai na thot, ubudullaha wahdahu wala tushriku bihi shay'a. Adhuroni një Zot. Adhuroni një Zot. Dhe mos e bëni atij na rival. Mos e adhuroni as kënd me te. Braktisni ata që kanë pasur prindërit e juaj, paganizmin, idhujtarin, veprat e liga që kanë pasur prindërit e juaj, lëni ato, braktisni ato. Wa ya'muruna bis-salati waz-zakati bis-salati was-sidqi wal-ifafi was-sila. Dhe na urdhëron që të falim namaz. Na urdhëron me sinqeritet. Na urdhëron për ruajtjen e nderit dhe ruajtjen apo mbajtjen
e lidhjes farefisnore. Pasi morë këtë përgjigje, mbreti Herakli i tha përkthyesit të vetë, thuaj këtina, unë të pyet atyje për gjenezën e tina, nga rrjedh kë, edhe ti me tha mua së është nga një familje fisnike autoritative. Po kështu, të gjithë pejgamberet janë dërguarën prej familjeve apo nga familjet fisnike autoritative. Të pyet atyje, a ka pas dikush prej jush që ka pretendu diçka të tillë para tina, ndaj gjyshe stërgjyshe, që ka thona jem pejgamber, dhe të the jo, e unë tha, pa them, sikur se ta kishte pas dikan, babë gjyshe babë gjysh, që ka pretendu se pejgamber, do të kishëm thonë, apo kishëm mujt me thonë, se pëdën me ndjek rrugën e ati të parit vetë, plakut vetë. Të pyeta, a ka qenë dikush për i prindërve të tijes, të gjyshve tina, të parve tina mbret? Të tha jo. E unë për thëmë, si kurse ta kishte pasë diken mbret, do të kësha thonë se pëdën me kërkue pushtetin që ka pasi pari tina me të rashigu prapë. Pushtetin e gjyshës së gjysh më bëdhe këmbret që shka qeni pari tina. Të pyta tyje, a e keni akuzuar për gënjeshtar? Më tha jo. E unë për thëmë, e si është e mundur? E si është e mundur që ta braktis një njeri gënjeshtren përball njerëzve e të rrej gënjej përball Allahut? Së është e mundur kjo. Të pyet atyje, a shtresa e lartë fisnike po e pasojnë apo shtresa dëpt? Edhe ti më tha mu se shtresa dëpt. Po kështu është tradita pejgamberve. Të gjithë pejgamberet i kanë pasuar shtresat e dëpta. Të pyet atyje, apo shtohet numri i tyne apo pakohet? Të thënë po shtohet numri i tyne. Po kështu është çështja e imanit. Po kështu është çështja e imanit, kur dëpërton zemër të robit, nuk dal më. La ilaha illallah. Të pyet atyje, a ka dikush i cili po del prej dinit të tina si rezultat i dëshpërimit? Të the jo. Po kështu është imani kur futet në zemër të robit dhe ja mbërthën zemrën e tina. Të pyet atyje, a tradhton? Të the jo. Po kështu kjo është traditë e pejgamberëve, ata nuk tradhtojnë. Të pyet atyje, e për çka pi urdhëron? Ti më tha mu se po na urdhëron të adhurojmë një Zot. Ti lëm të braktisim adhurimet tona pagane, të praktisim bindjet e prindërve tanë, të falim namaz, po na urdhëron për sinqeritet, me drejtësi dhe ruajtje të lidhjes farefisnore. Po kështu kanë vepruar pejgamberët e Zotit. Andaj, po i thot, nëse ajo çka po e thuhet ti, është e vërtet. Por nëse ti je i sinqert me të në këtë që ma the mua. Qaj njeri ka me ardhë, ka me mbizëtru këtë qaj nër kam të mija. Pra për shteti ti ka marrë këto. Unë e kam ditë se një pejgamber ka me dalë. Që thëtë. Unë e kam ditë se një pejgamber ka ardhë koha me u shfaqë, por se kam bë mend se ai pejgamber do t'jetë për juve arabëve.
sikur ta dija se kam mundësi të shkoj tek ai për ta takuar, do të shkoja. Dhe sikur të isha tek ai, do t'ja kisha la kamët e tina. Pastaj, e thirrë lypi letrën që është dërguar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. E që kishte dërguar pejgamberi nëpërmjet Dihje të mbreti i Busras, e dha Herakliu t'ja dërzoj letrën që ishte në pallat aty. Ja dërzoj letrën, e hapi letrën e pejgamberit edhe po e lexon. Dhe ja teksti letrës. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin Abdillahi wa Rasuli. Prej Muhammedit, robit Allahut dhe të dërguar të tij. Ila Herakl, adhimi Rum, tek Herakliu, i madhi i Romakve. Selamun ala men ittaba al-huda. Selami qoftë mbi atë që pason në udhëzimin. Amma ba'd, pastaj, fe inni ad'uke bid'ayati al-islam. Të ftoj tyje me ftesën islam. Aslim taslam. Pranoje islamin shpëton. Yu'tika Allahu ajraka marratayn. Ta jap Allahu sevapin dy herë, apo të shpërblen dy fish. Fe in tawallejte fe inna alejke ithme ljerisijin, por nëse refëzon, dije se ke gjënahin e të gjithë pasuzve tu. Pastaj, ajeti koranor që ishte shënuar në letër atë, ja ahlel kitab, تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آل Imran 64. O ju i ftarë të librave të shajt. E janë, në një fjalë, e cila është e barabart e njëjtë, mes nesh dhe mes jush, ajo fjalë është, alla ta'budu illa Allah, alla na'budu illa Allah, që mos ta adhurojmë askënd pas Allahut. O ju i ftarë të librit të shajt. E janë diçka që na bashkon të gjithëve, ta adhurojmë një Zot, dhe mos të bëjmë wala nushrike bihi shay'a, dhe mos të bëjmë atina shirk. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dhe mos ta adhurojmë njëri tjetrin e ta bëjmë Zot pas Allahut, nuk adhurohen njerëzit për Zoti. Fa in tawallu, e nëse nuk e pranojnë gjë të tillë, atëherë thuju në ju atyne, dëshmoni ju se ne jena musliman. Ebu Sufjani thët, kur e lexu kjo letër, o bu një zhurmë e madhe mes Parisat. O ngritën zërat lartë, dhe neve në nëzërën për jashtë. Në nëzërën për jashtë. I thash, shokëve të mi që ishëm bashkë, kur dolëm jashtë. Pejgamberi, pas ka rrit Muhamedi, emri tina, pas ka rrit fama e tina, mja pas frigën edhe mreti romakve, punë e tina, pas ka rrit këtë drejgje, këtë shkallë, mja pas frigën edhe mreti romakve, dhe isha i bindur se ky njeri, pra për pejgamberin, që Ebu Sufjani këtë kohë ishte në luftë me te, ka më ngrit edhe ka marrë për shtetit ti deri të Bizantinët. Këtë bindje e mbajta deri sa Allahu
ma futi islamin mua me udhëzoj Allah me bëre musliman. Pastaj, vazhdan hadithe dhe pak të ndëruar. Wa kanë Ibn Nadhur, ose Ibn Nathur, ky Ibn Nathuri ka qenë njëri prej patriarkalëve, peshkapëve, krerëve fetar, thuajse dush, të krishterë, kryesori i Bejtul Maqdis, i Jerusalemit, madje edhe këtë Shamit. Ai thot, Herakliu, mbreti, një ditë o zgjua i mërzitur shumë, i brëngosur. Disa patriarkal e panë se mbreti nuk është mirë, nuk është qujtë disponuar, por i mërzitur, dhe i thanë, ç'ke kështu? A i tha, natën jam dalë dhe kam vëzhguar yjet, dhe vrejta se mbreti e atyne që bëhen sënet që i ka shfaqur. Me të rëgani, kush bëhet sënet këtë sotit, pe i njerëzve? Herakliu pi pyet patriarkalet, krerët fetar, të krishterë, pa më të rëgani, cili millet bëhet sënet? Kush bëhet sënet? I thanë, nuk ka kush më botë që bëhet sënet këtë kohë pas jahudive. Mos mërzit për ta. Thjesht të kjo punë. Shkruaju letër pashallarve, punëtorëve tu, të cilët janë udhëhec valive të vlajeteve të ndryshme, dhe ku gjen jahudi i vrasin. Masi ke frikë se ka më dalë për ty në një mret, lehtë është. Urdhëroj valit tu, që kena për vilajetet të ndryshme të perandërisë romake, ku ka jahudi i vrasin. Përderisa, këtë endër fjallë, janë fjallë të hadithit, përderisa ishin këta në këtë muhabet, kur Herakliut erdhi një njeri, të cilin e kishte dërguar mbreti i Gasanëve, Gasan janë Fes, dhe kishte treguar se pejgamberi Muhammed është shfaqur. Atëherë, kur e morë Herakliu dhe ka ardhur leta për pejgamberit, Herakliu tha, ai njeri që pas ka ardhur, peq ati njeri që i dërguar, që po pretendon se është i dërguar e ati që është faq pejgamber, kështë në bërë mëse bënë sënet, kur e këqyrin e gjejnë të bërë sënet. Dhe i thonë, ti Arab po, jo Arab të bëhen e sënet? Thanë po, ne bëhem e sënet. Herakliu tha, këtë qenë ka mreti i këti ymeti i cili qenë ka shfaqër. Këtë për thëtë mret për pejgamberi Muhammed. Pastaj Herakliu i shënoi një letër një miku të tij, shoku të tij në Rom. Ky ishte në Koc, i shënoi në Rom atje. Dhe ishte i rangut të Herakliut në dije. Në dije. I shënoi letër me pyet për pejgamberin Muhammed. Çfarë të mërmenja, ka kohë më dalë njëri, e dërgoi letrën, por mbreti Herakli prej Kocit shkoi në qytetin Hims të Sirisë. Ta më mbritin Hims, kur ju kthye letra prej ati shokët vet që ishte në Rom atje, i cili e ja ktheu se po, ka ardhur koha për të shfaqur pejgamberi, për të dalë me pejgamber këtë zaman. Herakliu o bende dhe më shumë tash, se një me ko ka vërtet që Muhamedi ka pejgamber,
dhe sa e pejgamber qenë ka shfaqur tashmë të karabet. Çka bëri ai? I mlodhi në Hims aty, në pallatin e vet, parin kryesore. Krejt parin kryesore. Urdhëroi të mbyllën dyert pasi u futën brenda, krejt dyert e pallatit, dhe vet hypën Ballkan, nalt, dhe pjamani fjalim krejt Parisë vet. E për thot, o, ju zotëri të Romës, paria romakve, bizantinve, apo doni me shpëtuar? Apo doni me vazhdu ju e pushteti? Nëse doni me qenë të shpëtuar në dy dyjat, nëse doni me ju vazhdu e pushteti me qëndru ender në pushtet, jep një besën këti njeriu. Pranën e pejgamberit Muhammed. Pra, bëheni musliman. Kur i tha kështu, ata janë nisën, për ngritin zërat, po bërtasin, po kundërshtojnë, o bërmuje madhe, dhe po dojnë me vrap, me hap dyrt e me dalë për jashtë. Por, dyrt i hasen të mbyllura, ja ka mbyll mbreti dyrt, i ka thonë shtarë më seleni me dalë. Kur Herakliu, mbreti i pa, se këta e kundërshtuan që të gjithë njëzërit, dhe filluan të ikin të dalën për mezhlisit, të braktisë mezhlisin për smëjtën me dalë, se dyrt ishin mbyllura, ju tha shtarëve të këthejmë edhe një herë, më shtini mrena. Ullu këtu. O këthynë ata, edhe zënë vendet të ty në sërish. Tha, pa dëgjën e ju njerës. Unë atë që ja thash pak më heret, a dinë pse ja thash? Desha të atestoj juve sinceritetin tuaj, dhe sajnë mjë matë, sajnë të fort në fene juaj të krishtere. Kjo është e qëllimi, por ta shobinda se qenë keni një me të fort krishterisë. Atër që të gjithë i përullen, pajtuan me te, dhe kjo ishte çështja e fundit e mbretit Herakli. Kjo është hadithin të ndëruar, të cilin e cek Ibn Abasi nga Ebu Sufjani, dhe me ka që përfundojmë këtë takim të radhës, në takimin tjetër, me emër Zotit flasim për komentin e këtij hadithi, për mbretin Herakli dhe kënë ngjarjes së së rrjedhi, e që kujtesë është mjaft me rëndësi. Andaj deri takimin e radhës, ju lanë mëshirën e Zotit. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.